Kreu i SPAK Altin Dumani ka dhënë detaje nga operacioni i përbashkët me autoritetet italiane ku u lëshuan 52 urdhër arreste në të dy shtetet. Drejtuesi i SPAK deklaroi se u godit një prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri. Altin Dumani në konferencën për mediat u shpreh se ka dyshime të forta se ky grup kriminal ishte i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogave të forta dhe në pastrimin e parave. Ky operacion përfaqëson një hap tjetër të rëndësishëm në luftën tonë të përbashkët kundër krimit të organizuar transnacional. Kam kënaqësinë të nënvizoj sot se është arritur të jepet një goditje e rëndësishme një prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri, për të cilin ka dyshime të forta se ishte i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogave të fortave dhe në pastrimin e parave. Ky operacion i mbështetur nga hetime të thelluara dhe nga një shkëmbim efektiv informacioni ndërinstitucional është një dëshmi e qartë e asaj që mund të arrihet kur institucionet e drejtësisë dhe strukturat e zbatimit të ligjit bashkëpunojnë me besim të ndërsjellë, profesionalizëm dhe përkushtim. Me lejoni të shprehemi një orientime për prokurorët e posaçëm të SPAK, hetuesit e BKH-s, Policinë e Shtetit, si dhe në mënyrë të veçantë për partnerët tanë italianë që sot ndodhen mes nesh dhe që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në këtë hetim të përbashkët. Një falënderim i veçantë për Eurojust dhe Europol për mbështetjen e dhënë gjatë hetimeve të kryera në kuadër të kësaj skuadre të përbashkët hetimore të ndërtuar me provërinë e Barit. Dumani tha se pala italiane me ato shqiptare kanë punuar si një ekip i vetëm, ndërsa shtoi se njerëzit duhet të vijojnë të kenë besim te SPAK pasi po sillen rezultate konkrete në luftën kundër grupeve kriminale. SPAK ka një bashkëpunim të shkëlqyer me provëritë antimafia në Itali. Kemi numrin më të madh të skuadrave të përbashkëta hetimore me provëritë antimafia në Itali, por shembull i bashkëpunimit me SPAK me provëritë e tjera ngelet bashkëpunimi që kemi me provërinë antimafia të Barit, jo vetëm për shkak të numrit të madh të skuadrave hetimore që ne kemi, por edhe për shkak të rezultateve konkrete, komunikimit të drejtë për drejtë që ne kemi, komunikimit pothuajse të përditshëm siç e tha Massimiliano. Nuk mund të shoh dallim mes palës italiane dhe SPAK. Ne vërtet kemi punuar si një skuadër. Jo pala italiane, pala shqiptare. Jo kemi punuar si një skuadër e vetme. Kemi qenë aktiv në çdo ditë në hetim, telefonata, videokonferenca, dërgime emailësh, takime, disa herë takime në Bari, disa herë takime në Shqipëri, analizat e detajuara lidhur me projekcionet e hetimit, ku do shkonin, cilat ishin provat, subjektet e tjerë. Dhe vërtet është një model për bashkëpunimi, ky bashkëpunim që kemi me provërinë e Barit dhe duhet falenderoj kryeprokurorin Rossi dhe gjithë prokurorët me cilët kemi patur fatin të punojmë dhe të vazhdojmë të punojmë. Ajo që mund të them është që vazhdoni të keni besim të SPAK, sepse SPAK është në gjendje siç dhe ju vetë po huat të realizojë hetime të kësaj natyre dhe vetëm fal bashkëpunimit mund të realizojmë edhe qëllimin tonë të përbashkët që është të qenë të suksesshëm në luftën kundër krimit të organizuar. Dumani ndër të tjera falenderoi Eurojust dhe Europol për kontributin në hetimet e përbashkëta dhe realizimin e këtij aksioni.